Dashërmiqë, selam aleikum. Kaluan 28 ditë të Ramazanit dhe sot është nata 29. E ne po takohemi sërish bashk për të vazhduar rrugtimin ton deri në fund në kuadër të Ramazanit. Ky është emisioni para fundit, sepse dhe nesër do të realizojmë atë të fundit. Dhe sot, si çdo natë, do t'ju mirpresim që të na telefononi për t'ju drejtuar hoxhës me pyetje. Me ne sot hoxh Alaudin Abazi. Mirë se vjen hoxh. Mirë se gjej. Hoxh, kemi folur vazhdimisht, nuk po them shumë, sepse Ramazani është temë e gjerë, për tema të ndryshme që janë të rëndësishme për besimtarët në kuadër të Ramazanit, por nuk bën pa e trajtuar edhe atë pas Ramazanit. Na thuaj, si të vazhdojmë me këtë përkushtim që kishim deri më tani në Ramazan? Është e vërtet, bujar, se vërtet jemi duke lënë pas veti një muaj të bekuar, pra plot 28 ditë të mbushura me adhurime të lloj-llojshme, edhe namazi, edhe agjerimi, edhe sadakaja, posaçërisht ka fundi në përgjithësi me sadakatul fitrin. Pra, vërtet besimtari në këtë kohë manifeston atë për ulje në nënshtrimin dhe dorëzimin ndaj Allahut të Madhërisht me të gjitha llojet e ibadeteve. E tash, kur të përmbyllet ky muaj, nuk do të thotë që të lihet ashtu fatkeqësisht që ndoshta një grup i besimtarëve e kanë bë ndoshta një lloj tradite që mas Bajramit ose mas Ramazanit në përgjithësi kthehen në rutinën e punëve, edhe shumë pak prej tyre ose shumë rrallë frekuentojnë xhamit ose në kryerjen e rregullave e ibadeteve në përgjithësi janë më neglizhent. Ulemat në përgjithësi, kur flasin në lidhje për këtë tematikë, posaçërisht për tematikën çka pas Ramazanit, apo si duhet të jetë besimtari pas Ramazanit, thonë një çështje që është shumë e rëndësishme, që nëse besimtari dëshiron ta di si ka punë me Ramazanin, me një fjalë veprat të cilat I ka bë, sa janë që pyes edhe unë, sepse kjo është një pyetje që nxit kurreshtjen e njerëzve, shenjat e pranimit të Ramazanit. Pra, faktikisht një lloj testi për të kuptuar secili, edhe ti, edhe unë, edhe gjithë shikuesit e juaj, pra mund të bëjmë vetit një lloj prove, si themi ne, duhet ta shohim veten tonë, a kemi ndryshuar pas Ramazanit, apo kthehemi në ato traditat apo zakonet e vjetra. Nëse kemi ndryshim në karakterin tonë, në cilësitë tona, në veprimtarinë tonë në përgjithësi, atëherë themi se vërtet Ramazani ka lënë gjurmë dhe veprat të cilat I kemi bërë në Ramazan shpresojmë që janë të pranuara. Mirë, sa zgjat ky test, hoxh? Një ditë, 2 ditë pas Ramazanit apo është gjatë vitit? Gjatë vitit. Për këtë edhe kanë thënë ulemat që nëse don me ditë si ke qenë dhe asaj të janë pranuar veprat, atëherë shikoje veten pas Ramazanit se si po sillesh dhe si je me vepra, me adhurime, me ibadete në përgjithësi. Dhe sigurisht që këtu është fjala për vepra të mira, por jo me vëllimin e punëve të Ramazanit, apo jo? Qëre tash neve duhet me pas parasysh në Islam, në përgjithësi veprat edhe adhurimet të cilat I bëjmë nuk janë të gjitha në një kategori. Kemi atyre nga ato adhurime që janë obligative, farzet, të cilat në Ramazan, jashtë Ramazanit nuk lihen fare, sikur që janë 5 kohët e namazit. Pra dikush që nuk e falte namazin para Ramazanit, në Ramazan e ka fal, apo vazhdon sërish? Kjo është do thot ai, ky është ai testi. Një dëshmi që u pranu Ramazani. Po. E tash vëllimi I veprave dhe punëve ka të bëjë me veprat vullnetare më shumë. Pra, sikur që mund të jetë falja e namazeve, pra mos jetë në falja e namazeve vullnetare, nafile, pra mund të mos jetë në intensitetin si ka fal gjatë Ramazanit, po asesi me neglizhu edhe në farze. Gjithashtu edhe në veprat tjera, në punë tjera, për shembull, vesët e këqija, zakonet e këqija,
gjitha këto duhet besimtarit mundohet ta ngris veten e tij sa më lart dhe sa më i përkushtuar tjetë. Pra në këtë Ramazan, Hoxh, kemi arritur gjithë secilit ta kuptojmë se mundemi pa disa shprehi jo të mira, se mund të braktisim të keqen, derisa kemi qenë të gatshëm braktisim edhe të mirën për një periudhë caktuar, siç është ushqimi dhe pija. Në fakt, ndoshta edhe hoxhallarët e kanë shpjeguar këtë në rrethana situata të ndryshme. Një nga objektivat më të rëndësishme të Ramazanit është më kjo që po thua ti. Faktikisht po të mëson Ramazani se ti, pra ndërgjegja jote, besimi jot, përgjegjësia jote është ai i cili duhet me të orientu edhe me qenë gjykatësi yt. E jo epshi jot, joshjet e tua, marakët, shprehit tua, këto nuk duhet ta udhëheqin personalitetin e njeriut. Pra dëshirat të mos na udhëheqin. Pra mos jenë dëshirat edhe epshet. Këtë na mëson Ramazani. Pra kjo është një nga mësimet më të rëndësishme të Ramazanit. Për arsye se ne nëse të zam këtë gotë e kemi para veti në kohën e gjatë ditës Ramazanit, jemi të etur shumë, edhe trupi jonë e ndi nevojën edhe thotë që kam nevojë për ujë, edhe ti thuj jo, derisa të thirr namaz ezani i akşamit, atëherë do ta pi këtë ujë. Pra është një lloj ndërgjegjësimi me veten tënde që unë jam ai i cili vendosi për veprimet dhe sjelljet e mia, e jo dëshira ime dhe epshi im, i cili ndoshta më çon nganjëherë në disa rrethana, në disa situata që nuk janë të mira. Dhe kjo është mësimi më i rëndësishëm Ramazanit, edhe tutje që faktikisht ne e kemi bindur veten tonë edhe praktikisht gjatë tërë kohës Ramazanit, edhe pas Ramazanit, kur ndoshta joshemi në disa vese, në disa zakone jo të mira, mundet me qenë pirja duhanit, e mos themi ato gjërat më të këqija, atëherë ndalemi dhe themi kur kemi bë sabër gjatë muajit Ramazan, atëherë pse mos të bëj sabër edhe tutje, edhe pse mos jem ai pra përgjegjësia ime, sjellja, pra morali, ahlaku, imani im, ai cili vendos edhe i gjykon gjërat e jo shprehit edhe zakonet mia. Dhe në fakt jemi të gjithë dëshmitarë edhe gjatë këtij emisioni, Hoxh, kemi pasur telefonues të cilët nuk kanë agjëruar për shkak të pamundësisë, për shkak të shkaqeve shëndetësore apo të ngjashme, e jo prej atyre që kam thënë unë nuk po mundem, thjesht ta agjëroj. Pra, nuk kemi pas kësi raste. Faktikisht mund po e zëme nëse kur ishte Ramazani gjatë kohës verës, që ishte koha shumë e gjatë, 5-16 orë, 17 orë, te ne as shkon agjerimi, ishte një lloj preteksti te disa që s'po mundem me agjeru. Koha e gjatë edhe koha e gjatë. Amo tash faktikisht ky arsyetim bie tërësisht. Për arsye se koha nuk ka qenë fare e gjatë, 2-13 orë më shumti, dhe për këtë shkak edhe ky arsyetim edhe te asnjëri nuk është i logjikshëm. Ma des kishim më ato pyetje punojnë në ndërtimtari, apo është e madhe. Pra edhe ata kanë agjëruar këtë vit në këtë freskët. Me gjas përveç nëse kanë qenë neglizhent shumë, se arsyetim për këtë rrethan fare nuk ka ekzistu, për shkak të kohës së shkurt, madje edhe koha shumë ka qenë e mirë, që nuk ka qenë vape madhe e kështu me radhë, madje as ftohti nuk ka qenë shumë i madh, kështu që rrethanat kanë qenë të jashtëzakonshme, inshallah. Pra në përmbledhjet ja kemi dëshmuar vetes se mundemi me ndihmën e Zotit. Gjithsesi ai i cili është serioz edhe është i sinqert edhe është i vetëdijshëm pra për këto ligje dhe këto urdhra që Allahu i Madhërisht me të cilat na kanë ngarku, po them kushtimisht, janë në dobi të tonën në përgjithësi, atëherë shumë lehtë përballohet kjo edhe të i kalohet. Padyshim. Dhe tashmë që nga fillimi i emisionit ne kemi telefonues që presin për të inkuadruar. Do ta marrim më një herë telefonatën e parë. Alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Disha me bë Hoxhës një pyetje. Cila është pyetja juaj? Nëse me dhëm kryta, a kam gjuna me ninu apo ajo? Edhe një herë të lutem? Që me dhëm kryt, koka që me dhëm, a kam gjuna me ninu apo ajo? A ke agjëruar ndonjë ditë? Po, ku ma agjëru të disa ditë. Pra ashtu me kokë dhimbje ke duru edhe ke agjëru? Po. Faleminderit.
Mirë, hoqë, në këtë rast? Është normale, posaçërisht tek fëmijët në moshë pak ma të re, që kur është koha pak më e gjatë, që me pas një dhimbje kokës, unë i kisha thënë, nëse ka mundësi me duru, atëherë është më mirë. Pra, në këtë rast nuk ishte pyetje për fëmijët, po për të rriturit. Për të rriturit, në përgjithësi, nëse ka dhimbje koke dhe dhimbja nuk është shumë e madhe, ose mundet me te kalu duke rënë pak me fjetë, për arsye se gjumi e ndal dhimbjen e kokës, atëherë të bëj durim edhe ta te kaloj me lejen e Allahut, mirë po nëse dhimbja është shumë e madhe, nuk ka mundësi me përballu, atëherë mund të përdor nga këto trajtimet bashkëkohore, këto supozitor, të cilat sipas mendimit më të saktë fukahave bashkëkohor, nuk e prishin agjerimin, kështu që nëse është diçka vërtet e papërballueshme, atëherë mund t'i përdor këto supozitor kundër dhimbjeve, edhe inshallah me ato mundet t'i te kaloj. Ta te kaloj këtë rrethon. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Alo? Duke ka dështuar, ndërsa ne do të lexojmë një mesazh. Thot surën Ihlas në akşam dhe yatsi, a duhet ta themi pas tespidovës? Do shta ka fjalën pas namazit. Po, pas namazeve në përgjithësi, jo vetëm pas akşamit yatsis, po në të gjitha namazet, edhe në sabah, edhe në drekë, edhe në ikindi, edhe në akşam, edhe në yatsi, është prej sunetit që masi që t'i bëjmë tespit, e lexojmë tespidovën, me i lexu edhe surën Al-Ikhlas, Kul Huvallahun, edhe 2 kuleudhat, Kuleudhu bi Rabbil Falaq edhe Kuleudhu bi Rabbin Nas, mas çdo namazi në këtë kohë. Kurse në namazin e sabahut edhe namazin e akşamit, nëse lexohen nga 3 herë këto sure, është më mirë. Pra është prej sunetit kështu. Vazhdojmë tani me telefonatën e radhës, Ornone. Ornone. Mirë mama. Mirë mbrëma. Inshallah, Allah ju ka pranu Ramazanin juve dhe gjithë kush e ka gjeru. Amin. Une ku ma gjeru Ramazanin, po në këtë kohën e kom pas një se nuk më qunë se fërë, dhe punojnë atë gjithë shka gjerojnë a burri ideali jonë, dhe zakonisht kem ne deri vonë kem hangër se fërë dhe kem ra me pjetë, po mu ka ban si fiksim se a duhet do më zëmo ngritë se fërë dhe a kemi të pranushëm që thjesht kemi hangër në ora 1:30 se fërë dhe kemi ra me pjetë. Shkaku që punojmë që omi në ora 6:30, punojmë 8 orë, e për këtë fakt nuk ka ba fiksim se a kemi të plot Ramazanin dhe djali janë pak i vogël, shkaku i tij që shkon shkollë herët, kemi vendosur këtë mënyrë me vazhdu, po e kam brenga kemi anë ka ba Allahu halal këta që kemi ban. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, faleminderit shumë. Natën e mirë. Hoxh, nuk ka dyshim, por është një mes e natës. Nuk ka dyshim që ngritja në syfyr është prej praktikës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka porosit, ka rekomanduar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, kur janë rrethanat sikur që mund të jetë gjumi i pakt ose menaxhimi i gjumit për shkak të ngritjes pak më herët, edhe bën syfyr besimtari apo familja në përgjithësi pak më herët, sikurse në ora 1, sikurse shembulli në këtë familje, nuk është që kanë bërë diçka të keqe, për arsye se kanë arsye dhe për shkak të rrethanës, inshallah agjerimi është në rregull dhe nuk ka gjë të keqe. Pra, kjo është rekomandimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është për diçka më mirë nëse janë mundësitë, nëse s'janë mundësitë ose mund të vështirësohet agjerimi nëse e bëjmë në këtë formë, atëherë edhe nëse nuk ngritemi mund afër kohës së syfyrit, nuk është diçka e keqe inshallah. Pra është diçka në rregull me agjerimin. Po, në rregull është me agjerimin inshallah, vetëm inshallah janë ngrit me fal namazin e sabahut. Po. Do të vazhdojmë tutje, marrim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum hoq. Aleikum salam. Allah ju shpërblet për gjithë të mësimet mira të fjera që pi juve. O që kam një pyetje për ju, zotni. Jam të limone, i fali 5 vaktët. Para 13 vjetë paktët ndëgjoj që kum pas një sulm. Nuk o mujtë me dorë, 4 vjetë me një dorën, a kum harru më namazin, ka desh zoti pa e lanë hiq, kom fillu ka pak ullët, tash falna 5 vaktët.
I madhe Zot ma ka mushtue me shkon 2 umre mi do, haxhin me krye, fali 5 vaktët, për mundo me dhënë sadaka, zeqat, të shpirtit tem sa ka mundësi. Por kam një problem, por që unë a herë buri që vjen e ma shet televizionin shuhet edhe dëgjoj ligjeratat juja, ka me manale dhe ka me pyje me lloj fjalë të ranta për Zotin edhe mu si grue prej së mujës e tek ne shumë ka në qmue, shumë ka rënue në fjalë shumë të ranta, po tash për Ramazan sa here që ka gjetë televizorin shuhet edhe më ka patun dëgjue ushake me Zot e mu me fjalë të ranta s'ka maq, di qka me bëvo, qka njetë po më zehët kryet edhe si tham del në dhëm me tukajt që tu mirë mos tukoft del në dhëm tjetër une që këto po ma do zemra, shpirti jem që këto po ma do a e kom keq që si po largoj ashtu. Qartë. E kuptuam. Faleminderit. Allah ju shpërblet, Allah ju rujt. Allah e më të largoh piksa e për që jem Zot. Shumë faleminderit për këtë telefonatë. Allah ju rujt. Amin edhe ju. Hoxh, si e komentoni dhe si e këshilloni telefonuesen lidhur me këtë situatë? Fillimisht Allah e uroft për këto dua lutje që i bëri për televizionin në përgjithësi, Allah e shpërbleft. Faktikisht në pika shkurta e tregoj edhe linjën e jetës e saj, Allahu i dhasht shpërblim për këto ballafaqime, sprova edhe probleme shëndetësore me të cilat është ka kalu, megjithatë gjithmonë ka qenë në kontinuitet në faljen e namazit, ashtu që shka mujt, kështu që lusim Allahun e Madhërisht me mja kompenzu të gjitha të vështërsi me hajre dhe të mirat shumëta në xhennet. Sa i përket problemet me burrin, fatkeqësisht është një sprov për këtë gruan, tash pa u fut në detaje ose në paragjykime cilat mundet me qenë rrethanat që kështu me reagu burri, them që kjo le të vazhdoj, le të bëj dua, le të sillet mirë brenda mundësisë me burrin, edhe nuk mendoj që ka fare gjëna nëse i thot nëse s'don me dëgju, atëherë del në dhomën tjetër. Fatmirësisht tash mundësitë materiale në përgjithësi në familje ka në familje ka 2 dhoma, 3 dhoma, kështu që është shumë normale me dalë në dhomën tjetër nëse nuk e duron, edhe nuk mendoj që ka të keqe që i thot ashtu apo e detyron burrin me dalë për shkak që nuk duron me dëgju atë që e dëgjon kjo. Kështu që le të vazhdoj ashtu, po le të bëj dua, le të lut Allahun e Madhërisht që më ja zbut zemrën, nuk dihet ku është hajri, ndoshta Allahu i Madhërisht në ndonjë rrethon apo situatë do t'ja zbusë zemrën edhe do të ndryshoj ky burr. Wallahu alem. Qartë, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Apo lumen? Jo, si kaluat? Unë kam një pyetje për Hoxhën. Po? Po ta që një bëni pyetje Hoxhës rreth zeqatit. Po? A ka drejt vllavi me dhon motrës në tume zeqatin, ama baba edhe nana jetojnë me këtë djalin. Po kom qef me dit, a bën me dhon, a nuk bën me dhon. E qartë. Kuptu. Shumë mirë e kemi kuptu. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxh, si trajtohet? Besoj që është fjala e zeqatja. Po. Parimisht nëse motra nuk është e martuar, është në shtëpinë e babës dhe nanës, atëherë vllau është i obliguar me u kujdes për motrën. Mirë po nëse është e martuar motra edhe e ka burrin, po gjendja ekonomike e tyre nuk është e mirë, atëherë obligim për me majt familjen nuk e ka vllau, e ka burri. Në këtë rast i lejohet me ia dhënë vllau motrës pjesën e zakatit nëse ajo familja e motrës, pra edhe motra janë në rrethana në situatë të varfërisë që kanë nevojë për zeqat. Allahu alem.
pavarësisht a janë prindrit gjallë apo të vdekur. Nuk ndërlidhet kjo me prindër. Po, vazhdojmë tutje me një tjetër mesazh, thotë jam e martuar që 2 vite, po du me mbulu për burris më lejon, më thot nëse mbulohesh e ki divorcin prej meje. Unë kisha thonë në këtë rrethon le të bëj sabër gruaja, përderisa ka kalu një kohë e caktuar, dhe le të mundohet të gjej dikun nga të afërmit e burrit, ose qoftë nga shokët të njerëzit për cilët ka respekt burri, edhe le të mundohet të gjej një person të këtill që ai t'i flet. Për arsye se ndoshta direkt insistimi i gruas e bën që ai të jetë më kryeneq dhe më i vendosur për refuzim, por nëse i flet dikush nga anash, dikush që ka respekt burri për të, atëherë ndoshta do t'i zbutet zemra edhe do t'i kalohet kjo rrethana dhe situatë. Wallahu a'lam. Mirë, vazhdojmë tutje, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta me sytë hoxën, ku të marim abdes për shembull në drejt, edhe i mbasim me njëherë qëratat, mas ne ku të marim abdes për namazët e tjera për shembull në kindi, a bëm veç me i lakë qëratat e jo me i lakë këmë. Edhe tjetra është që dur të kom ma e sel, të kom shumë të kata, e në qesin gjaka e prishja abdesin, se edhe nëse marë prap abdes, ka njëherë nuk të nëllët. Pra, lyerja e duarve. Apo? Po. Qartë. E ke fjallën falë për lyerjen e duarve, apo që del gjaku prej duarve, a e prish abdesin? Po, që ndet gjaku, a e prish abdesin. Qartë, faleminderit. Faleminderit. Mirë. Çështja e mesit. Nëse, po, mesun, do më dhënja mes qerapave, është një nga problematikat edhe në të kalumen të fukahat e vjetër, po edhe në kohën bashkore është një nga ato temat që ka divergjencë, ka mos pajtim, pra disa janë pak më rigoroz në llojet e atyre mbathjeve, qerapave të cilat lejohet mi dhënë mes. Disa kurxojnë që t'jenë të lkurës tërësisht, disa kurxojnë që t'jenë lkurës spaku ato thembrat, disa nuk shkojnë që t'jetë lkurës, po thonë që jenë trasha mjaftueshëm, sikurse në të kalumen që kanë qenë ato të leshta shumë trasha, por pa u fut në këto detaje edhe në elaborime. Ka besuar juve përgjigjen, prandaj dëshironi të dinim tuaj. Po du me e sqaru për shkak se ndoshta unë i jap ati... Por ajo mund të përvallet pastaj me mendime tjera. Mund të përvallet mendime tjera, pastaj hutohet pse dikush... Këto i do thotë pjesë e kulturës apo traditës e fikhut që në disa çështje me pas 2 mendime, 3 mendime, edhe nuk duhet kjo të shikohet si diçka e keqe. Për arsye se në Islam domon gjërat janë shumë të detajzuara, mirë po ka qenë urtësia e Zotit Madhërisëm që mos jenë të gjitha të definuara, po të jetë të thotë brenda suazave të ijtihadit apo vendimeve që i marrin fukahat në bazë të pra krahasimit mes argumenteve të ndryshme e kështu me radhë. Prandaj unë them nëse qerapat janë të trasha, jo të leshta, sikur që kanë qenë më herë, po trasha mjaftueshëm sa njeriu i madh për shkak të që mi mbajt këmbët nxehtë, edhe ka vështirësi me i hjek ato, lejohet me i dha mes atyre, edhe inshallah abdesi është në rregull. Kemi një tjetër telefonat, para se ta vazhdojmë me pyetjen e dytë. Alo? Alo. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta më vitë huzim, po flaj shumë dhe nëra një ose në 2, a ligjet Ramazane, është si më zhjua herët, sikur më flaj duhet në reqatër. E qartë. Edhe një pyjtë dhe ishta. Po? Në më falë dhe qullën, se së më më pejgoj dhe në rafë së nësej, dhe ka po mëra po që kam planuar sikur me që normal krynë nësej, dhe sikur dhe që më ka rikë ullë. Falet ullur, apo? Po ullë në ka rikë. Faleminderit. Po në mirë, kalani mirë. Edhe ju, kemi një tjetër telefonat, alo? Alo, Ornoni? Mirë ka ikur, atërë thot, a e prish abdesin kur thot më pëlqet gjaku nga duart për shkak të
Është e vërtet, Mejasilit. janë disa lloje të mejasilit që posaçërisht nëse përdor ujë pak më shumë ose në rrethana, pëlsasin duar dhe del gjaku. Parimisht nuk prishet abdesi kështu, nëse del posaçërisht kur ka arsye dhe ato pëlsitja, edhe kjo është e sakta, dhe le të vazhdoj, le të falet ashtu, nëse ka gjak atëre mundet me i fshi me ndonjë diçka terror, ose me i lysi, thatë ju me një lloj kreme apo masti, edhe inshallah le të vazhdoj, le të falet ashtu. Po, flej dhe një, dy, do pëson kjo agjërimin? Themi që fatkeqësisht është kjo një rrethon tek disa të rinë, ndoshta më shumë, që gjatë natës po kanë nejta natën, hoqë, janë falë, kanë lexu Kur'an, kanë bërë shumë vepra të mira. Nëse vërtet kanë bë adhurimet kësaj natyre, pra nuk është që kanë hub me diçka tjetër, edhe flan gjatë ditës pak më shumë, posaçërisht në 10 netet e fundit, atëherë nuk ka dyshim që është në rregull, por do të ishte ndoshta më mirë që të ngrihej para 12-ve që me fal namazin e drekës, posaçërisht të del në xhami, pastaj edhe mas drekës nëse vazhdon me flajt 1 orë, 2 orë me pushu për shkak se ka nejt natën namaz natë kështu me radhë, atëherë inshallah nuk ka gjë të keqe. Po, dhe thot nëna falet ulur? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shumë qartë, falu në këmbë, nëse nuk ke mundësi, atëherë falu ulur, nëse nuk ke mundësi, atëherë falu i shtrirë. Pra, nëse nuk ka mundësi besimtari apo besimtarja të falet në këmbë për shkak të smundjes apo rrethanave të ndryshme, atëherë falet ulun, edhe nuk ka gjuna inshallah. Qartë. Ne do të vazhdojmë me telefonues të tjerë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Këdina që gjatë Ramazanit në rritët imani. Por deshta me ditën qysh me mbajt ritmin e mbasi të kryet Ramazanit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Selam aleikum. Aleikum selam. Telefonata e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Allahu ka bot Ramazanin e duat e lutjet e taravitet gjitha. Amin, edhe juve. Desha 2 pyetje për hoxhën. Po? Për shembull, tashun kum pas iftara a dhe mësafer edhe i kum shpejtu shumë, a dhe i kum falë si shpejt i qysh namazet, kam gjuna apo të pranuar. Faleminderit. Edhe një pyetje desha. Po? Cila është pyetja e dytë? Po i dëgjojmë shumë mirë. Mirë, faleminderit. Pyetja e dytë është, për shembull, tash taravit që i kena falë gjitha, kum pas do farë shumë mungesa, është gjuna, po s'ko mujt mi falë, s'ko mujt me arrit në xhami me falë, që më kam taravi. Faleminderit. Natën e mirë, kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? A banë në pyetje hoxhës? Po, pa tjetër. Pasta me pyetën hoxhën, unë i fali 5 vaktet namaz. Edhe i fali 13 recate në filet natës. Po? Prej 2 deri në 3. Dëshit batura 2 deri në 3, anë mos më quen, dishka që kërkut do me të hangër, edhe më në të du me quen në fala. Po jam e shumë e 3 në hangër, edhe më dhonë në grujt, e falja ullë. Po, në sejtë, a banë me qitën, krytën të volina qysh, që të po du me vetë. Kur binë sejtë. Po, tash ka me të përgjigjë hoxha, faleminderit shumë që na ke thirrë. Natën e mirë, selam aleikum. Natën e mirë, aleikum selam. Telefonata e radhës, urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. E ka pyetje për hoxhën? Po? Derisa me pyet për namazin e taravis, a duhet të falmi taravaset,
A do të themi selavatet me rekatin e dytë apo vetëm në rekatin e katërt, nëse i falem veç 4 rekate? E ke fjallën për Ramazanin e ardhshëm, apo? Po. Faleminderit shumë. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo, Noni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Deshta mi apo një pyetje për shembull me lexu Kur'anin shqip, a pranohet hatmja në gjuhën shqipe? E qartë. Faleminderit, natën e mirë, përshëndet. Faleminderit edhe juve. Mirë, kemi edhe një tjetër telefonat, po, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta mi u pyet për vitrat. Si vjet nëse zgaboj ma e vogla është 5 eura, po e kam dëgju Hoxhën Shefqet që ka thonë për familjet që kanë të ardhura mesatare, të paktën dohet minimumi mos me lanër 6 eura, sa ajo 5 eura është veç për ata që i kanë kushtet pak, do me thonë që janë veç me social ose me një diçka që shtë. Po, dhe? Edhe është në rregull çka do të më jap më shumë se 5 euro ju, se na i kena jap veç ka 5 për persona, a do të më ashtu më shumë ju. E qartë. Në rregull, natën e mirë. Natën e mirë. Tani dashur miq, para se të marrim përgjigje nga Hoxha lidhur me këto pyetje dhe për të mirëpritur më pas edhe telefonata tjera, shkputemi për pak çaste. Kemi rikthyer dashur miq për të vazhduar tutje bisedën me Hoxhën Alaudin dhe do të mirëpresim edhe më tej telefonatat tuaja dhe ishte pyetja e shikuesit që preku edhe temën që trajtuam që në fillim Hoxh thot në Ramazan na rritet imani. Qysh me mbajt këtë ritëm gjatë pas Ramazanit? Hapi i parë ndoshta që do duhej secili prej neve besimtarëve me bë është më kjo. Derti me ba besimtari edhe mja ba vetës pyetje vallë çka duhet bëj që unë të mbaj një ritëm, mos të kthehem në ato zanatet edhe zakonet më të vjetra. Kjo është e rëndësishme faktikisht me të mbrejnë ndërgjegja edhe me kanë ma serioz me veten tënde kur të futesh në muajin pas Ramazanit. Tjetra, çka është e rëndësishme ndoshta me pas parasysh secili prej neve është ndoshta në rregull me i bë një lloj orari ose një lloj me i bë vetes them thjesht disa pika që kjo më qenë limiti për ty, që mos me ra në këtë limit. Nuk them se përmendëm pak më herët në çështjen e farzeve, ato nuk diskutohen. Po besimtari duhet me qenë preokupim i tij edhe në çështjen e veprave vullnetare. Prandaj ndoshta e rëndësishme është me ja bë vetes disa pika, duke filluar fillimisht nëse është mundësia dhe ka shëndet që gjithsesi me i agjeru 6 ditët e Shevalit, muajit Sheval, pra kjo e ndihmon me mbajt atë ritëm, pastaj me qenë ajo nëse në çështjen e faljes së namazeve të rregullta që ato mi falë në xhami, mos me neglizhu, për arsye se dalja në xhami shumë i ndihmon besimtarit me mbajt nivelin e imanit ashtu siç është e mirë, siç është siç i kërkohet. Për shkak se edhe falja së bashku me besimtarët e ka bereqetin e vet, po gjithashtu edhe dalja në xhami e ka efektin e ngritjes së imanit në përgjithësi. Pastaj prej gjërave që ndoshta është e rëndësishme me pas parasysh besimtari krahas veprave farzeve, është edhe ndoshta gjatë netëve të ndryshme të muajve të tjerë, me i bë vetit nafile me i fal namaz nafile, qoftë në fillim të natës ose edhe në fund, 2 rekate, 4 rekate, kur do që të ketë mundësi, mos me neglizhu, për arsye se kjo e bën që me mbajt këtë lidhjen me Zotin ton, edhe në vetmi, që është do thot një nga mënyrat e forcimit të imanit të besimtarit edhe mbajtjes së atij niveli që synojmë secili prej neve.
Gjithashtu, ndoshta çka është e rëndësishme është që besimtari t'i bëj vetit edhe një lloj orari në përcjelljen e mësimeve, qoftë ligjëratave, për arsye se e dim që telefoni dhe tash mjetet sociale, këto mediat na hupin një kohë të madhe të jetës tonë, duke u marrë me gjëra ndoshta as pak të nevojshme, kështu që me i bë vetit një lloj orare që ndoshta nëse nuk themi gjatë ditës, po ndoshta gjatë javës, me i bë vetit disa orë ose 1 ose 2 ose 2-3 derse me i përcjell edhe me kanë në kontinuitet. Dhe kjo ndihmon që me mbajt këtë ritëm, edhe e fundit se ka shumë pika, ndoshta që është e rëndësishme është edhe shoqëria e mirë, që besimtari t'i kërkoj njerëzit me të cilët rrin të jenë njerëz të mirë, të cilët e nxisin në vazhdim të kësaj hajri, e jo njerëz të cilët ndoshta e largojnë edhe joshin në punë tjera. Po. Ne kemi tjetër telefonat që do të inkuadrojmë, ndërkohë të dashur miq që informojmë se nesër do ta kemi emisionin përmbyllës për orës 20, pra do ta kemi pak më herët, për shkak se nesër nuk do të ketë teravi dhe do t'ju mirpresim për orës 20 që do të bashkëbisedojmë me ju dhe do të na tregoni se si keni kaluar gjatë gjithë Ramazanit. Sigurisht do t'ju mirpresim të na telefononi nga kudo, veçanërisht ata cilët na kanë përcjell gjatë gjithë këtij Ramazani janë edhe diaspora jonë e dashur, që për shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur të jenë pjesë e iftareve këtu në Kosovë, por kanë agjeruar, kanë mbajtur Ramazanin në vende ku janë, do t'ju mirpresim që na telefononi nesër për orës 20 në një emision përmbyllës. Ne vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Selamu aleikum. Aleikum selam. Ka një pyetje për hoxhën? Po. Me realitet edhe mbram në emisionin tuaj e pyeta hoxhën, po se duket e këtë kuptoj pyetjen. Po, cila ishte pyetja? Ashtu ne kuptoj mirë, e pata pyetjen për tekbirin fillestar namaz. Po? Kur të lirni namaz. Aha. Se nuk e përmendet tekbirin fillestar mbrëm. Është farz. Po. Me sa e diun. E hoxha statistikë të gjona. Po e hoxha përgjithë se është nërko me spjegu farzën në vajgjipin e sunetin e shakomranë një namazë. Po, pyetja jote ç'është ishte konkretisht? Pyetja vetëm për tekbirin fillestar. A është farz? Pra kjo është pyetja. Është farz edhe tekbiret tjera, që shkojnë në ruku edhe në sejdë, a janë farz apo jo? Se ka një herë mund edhe me harru njeri të pleçnijës, më është shkojnë në ruku pa thonë Allahu Akbar. Po, e kuptuam. A janë farz edhe këto tekbire së përse i pari. Selamu aleikum, faleminderit. Aleikum selam, faleminderit shumë. Po na pëlqen kështu kur po telefononi për tu sqaruar lidhur me pyetjen dhe për të marrë përgjigjen më të saktë. Do të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Për ty edhe për hoxhën e nderuar. Faleminderit. Edhe unë jam një qasi mërgjimtarje që posa fole për neve. Ju kom përkjellë rregullisht na keni kënaqur Zoti ja u shpërbleft. Amin. Kene me në mungu shumë. Do t'ju mirpresim nesër që të bashkëbisedojmë më gjatë. Shumë faleminderit, është shumë kënaqësi për ne, është dritarja e diturisë për neve, mërgjimtarët, sidomos që nuk i kena mundësi sikur ju në Kosovë atje. Faleminderit shumë. Sot çfarë pyetje keni nderuar? Dy pyetje. Nëse ka mundësi, unë e di që pej ditën e dytë Bajramit ose tretën ditë, na mundu me fillu me 6 ditë me përcjell në Ramazanin, po deri kur është limiti? Nëse nuk e bojna javën e parë, për shembull, deri kur e kena kohën që mundu me bë? E kuptuam. Pyetja tjetër? Pyetja tjetër më dul tash për meç. S'është problem. Nëse presim pak? Po, unë ja kom qunë një foto për punën e duas të kunutit. Unë e kom mësue për qati ilmi hallit, po mburoja muslimanit është po figuron ndryshe. E unë e veç do është ta me ditë nëse keni mundësin veç për afërsisht pak mi ledzu se nëse unë ja u thamë është shkon gatë. E s'po du me ju hinë hak tjerve. Ma bëni halal, Zoti ju shpërblet. E ka parasysh hoxha pyetjen dhe do t'ju përgjigjet ndërkohë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Mirë, marrim edhe një tjetër telefonat, sepse kemi shumë pyetje. Alo? Mirëmbrëma. Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam.
Në pyetje për Hoxhën. Po. Desha me pyet këto ditë që i humbëm, që i vazhdojnë tani me cilën orë kështu duhet mi zarëncu ato. Ati që bojnë na iftar kështu me orë. E kuptot? Po, e qartë. Faleminderit. Ka puna e taktimit. Ju përshëndes. Edhe ne ju përshëndesim. Mirë, le të presin pak telefonatat sepse kemi shumë pyetje. Do të vazhdojmë. Thot, kam pas shumë mysafir, kemi shku për iftar, për rjedhoj kemi shpejtu ndonjëherë namazin. Kjo është një lloj si vrejta dhe nga shikuesa, një lloj pendese, një lloj keqardhje, pse s'ja kemi dhënë hakun sa duhet namazeve. Unë kështu e kuptova, them që vërtet njeri nëse është në rrethana që ka musafir shumë, duhet me përgatit ushqime, nuk ka dyshim që edhe gratë tona në përgjithësi që kanë bërë ushqime, janë ballavaciu me vështërsitë Ramazanit edhe të përgatitjes e iftarit, nuk ka dyshim që kanë shpërblime. Nëse është një rrethan e këtill që ke musafir dhe nuk do të vynë pak një kohë më e limitume, atëherë e rëndësishme është me fal farzin ashtu siç duhet. Në farz mos me bën neglizhencë. Pra, nëse don me për shembull e ki drekën, e ki ndin dhe para s'ki me përgatit iftarin, atëherë mundohu me fal farzin mirë, në rregull, duke ia dhënë hakun në përgjithësi. Kurse sunetet në këto rrethana kur ke ngarkesë, edhe nëse i lën ose nuk mundesh mi fal të gjitha, inshallah nuk ka ndonjë problem. Kështu që shpresoj që të ketë vepruar në këtë formë edhe shikuesja juaj, nëse jo, atëherë në të ardhmen me pas parasysh këtë, që në farze me kanë shumë e përpikt. Kurse në sunete, në rrethanat jashtëzakonshme, edhe nëse i lën pak më vonë ose i fal në mramje ose nuk i fal fare, nuk është që ka bën gjuna, nëse ka arsye. Po. Thot disa teravit nuk kam arrit me i fal në xhami. Edhe kjo e njëjta, pra një lloj pendese, nëse nuk ka mundësi me dalë në xhami ose i fal sikur që janë disa rrethana, nuk mundet mi fal të gjitha 20 rekate, i fal 8 ose 10 ose 12 sa ka mundësi. Atëherë themi në këto rrethana, nëse është e lehtë edhe ka mundësi, është ngrit në syfyr, edhe mundet me vazhdu me fal, atëherë kjo do të ishte më në rregull. Po nëse nuk i ka fal, atëherë shpresojmë që ndoshta herave tjera të jetë më e përpikt edhe të mundohet me qenë serioz në faljen këtyre namazeve. Po vazhdojmë me pyetjen tjetër, me bë sejdën në tavolinë, a duhet apo nuk është e nevojshme? Ajo që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kjo që njeri kur të ulet në, domthonë zakonisht i shfalet në karrik, dhe tash për mos me bë sejdën poshtë e qet një jastak apo diçka më lart edhe me bë sejdën pak më lart. Këtë e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu që nuk e ka ndalu me pru sejdën më lart që ti me bë sejdën në të. Kështu që nëse i smuri falet ulur edhe e mundet me bë sejdën në tokë, e bën sejdën në tokë. Nëse nuk ka mundësi me bë sejdën në tokë, për shkak se është shumë një krrusje e madhe dhe ndin, do thotë ka vështirësi ose nuk mundet, atëherë krruset sa ka mundësi. Po. Edhe kjo është e mjaftueshme, nuk ka nevojë me pru sejdën më lart edhe me bë sejdën më lart. Për arsye se për këtë ka ndalesë. Besoj që është e qartë. Po. Thot, a duhet me i thonë salavatet në rekatin e dytë? Po, e sakta është që thuhen edhe në rekatin e dytë, pra që e bën plan me i falë të ravit në Ramazanin tjetër. Po, pavarësisht a japim selam në 2 rekate, pra arsye se nëse dhajmë selam në 2 rekate, ndoshta kjo është edhe më në rregull, mirë po tek ne zakonisht është praktika në 4 rekate, e sakta është që t'i kënojmë salavatet edhe në rekatin e dytë, pra në uljen e parë, si themi në terminologji. A është hatme leximi i Kuranit shqip apo vetëm shpërblime ka? Nuk mund të themi që është hatme në kontekstin se kur ka lavdru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam leximi, është për qëllim leximi në gjuhën në cilën ka zbrit, pra në gjuhën e Kuranit. Mirë po nëse besimtari apo besimtare nuk i din shkronjat, nuk kanë pas mundësi me i mësu, atëherë shpresojmë që edhe leximi në gjuhën shqipe është një lloj hatme dhe ka shpërblim. Po.
A duhet të shtojmë për vitra, thotë kemi dhënë nga 5 euro për person? E dëgjova shqetësimin e saj, edhe kjo është domosdoshmë çështje e elaborimit edhe qasjes që ja bojnë hoxhallar tek ne, për arsye se në hadith kur ka ardhur vlerësimi i sadakatul fitrit ka ardhur me grushta sa ka qenë ushqimi i zakonshëm për një person gjatë një dite, që është prafërsisht 3 kg ushqim, qoftë miell, qoftë hurme, qoftë diçka tjetër për ushqime në përgjithësi, e a arrin shuma 5 euro, apo shuma 3 euro, apo 6 euro, kjo është domosdoshmë temë diskutimi, kështu që unë mendoj ose shpresoj që edhe me 5 euro është e mjaftueshme. Madje edhe në disa rrethana tek disa familje që kanë vështirësi, edhe 3 euro inshallah është e mjaftueshme. Wallahu. Derisa ta marrun hoxh telefonatën e fundit, e keni fotografinë që na ka dërguar telefonuesja e mërshme sa i përket duas së kunutit. Mirëpresim telefonatën. Alo? Alo, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha edhe dy pyetje. Po. E kom nis Koranin me lexuar në muajin e shenjtë të Ramazanit. Po jam të mësu shkrojnë atë harapçe, e vetëm i kom lexu vetëm 12 klet. Nuk kom arrit krejt Koranin me lexu, shqip se jam të mësu gjermat harapçe, kam gjuna, po domethënë ti ke lexu vetëm 12 faqe Kur'an shqip dhe njëkohësisht ke mësuar shkronjë arabe. Po, ma arrit më shumë se jam të mësu shkronjë atë harapçe, më shumë shkronjë atë kom lexu i kom mësu. Edhe një pyetje tjetër, a duhet të kompenzu Ramazanin që i kam 4 ditë, tani shevalin apo me shevalin me kur moj me kompenzua? E qartë, faleminderit. Dhe telefonata e fundit do t'inkuadrohet tash. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. I nderuar hoqë aty që keni po juve, desha t'ja bëj një pyetje. Nëse udhton dikon mbi 50 kilometra, për shembull, në gjatë agjërimit. A është drejt me prish agjërimin apo jo, kam dëgjuar që ki drejt me prish nëse udhton. Mbi 50 apo? 50 kilometra. Po tash kam dëgjuar që ashtu po do të me ditë prej hoxhës pak më mirë ma qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Atëherë do vazhdojmë tutje, apo më duket regjia po insiston edhe një telefonat mirë, do ta marrim sepse jemi në fund të emisionit. Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam, të lutem largohu prej televizorit. Në rregull. Cila është pyetja? Shpejt e shpejt. Pyetjen tash? Po. Okej. Kështu, besoj që edhe hoxha është në dieni për një aplikacion që ka emrin ChatGPT. E kom bë dhe pyetje për fe, kom testu edhe çdo herë ka jep kështu si prej Kuranit ka jep hadithe, po më prej Kuranit ajete ose hadithe të pejgamberit alayhis salam, edhe u tregu shumë i saktë. Një natë e kom pyet për tefsir edhe për një sure, domethënë për surën Yusuf. Edhe e kemi bë për çdo 10 ajete, më ka jep tefsir tu bazu në prej 3 dietarëve që ja kom harru emrin tash, se veç e murra kështu shpejt. Edhe a është e lejume që me marrë informacion, me marrë diturit për i fej, prej një aplikacioni që është i krijuar për ju muslimanëve. Do me thonë, edhe pse deri tash çka do që e kom pyet për fej, çdo herë më ka jep përgjigje sakta edhe që a dini kur një edhe prej hoxhallarëve tonë këtë. A është e lejuar me marrë tefsir prej Kuranit? Faleminderit. Natën e mirë tonë. Natën e mirë. Thot tekbiri fillestar dhe tekbiret tjera, a janë farzët e namazit? Sepse nga njëherë thot habitemi, nuk e themi dhe si ta trajtojmë namazin. Nuk e di moshën e këtij shikuesi, mirë, po ndoshta e kem parasysh kur I kemi mësu kushtet e namazit, kanë thonë 6 janë para fillimit dhe 6 brenda namaz. Kushti I parë apo farzi I parë është tekbiri fillestar. Dhe tekbiri fillestar që në fakt I përjashtojnë tekbire tjera, pra tekbire tjera që I thojnë tekbiri tekbiru intikalat, domthonjë tekbiret të cilat
do të ndryshojnë pozitat prej rukus në sejdë dhe prej sejdës lart e kështu me radhë. Tash ajo këto farz nuk janë jo se jo në nivelin e tekbirit fillestar në asnjë formë, po ajo në vajxhib apo janë do thotë sunet, pra është temë diskutimi, tek dietarët Hambeli janë vajxhib, kurse tek dietarë tjerë kryesisht tek Hanefit edhe Shafit janë sunet. Kështu që edhe nëse nuk i themi, nuk është që është prish namazë dhe nuk ka nevojë me bose sejdë, dhe është temë diskutimi dhe pa u fut në elaborime, themi që ndoshta e drejta është që janë sunet, nuk janë fars, as vajxhib. Wallahu a'lam. Thot për punën e shevalit deri kur ka kohë me agjëru? Po. Koha e shevalit fillon me ditën e dytë bajramit, nëse njeri e ka rrethanën edhe don me agjëru sa më shpejt, atëherë mundet me fillu ditën e dytë. Dita e parë është e ndaluar me agjëru, kurse dita e dytë edhe e tretë lejohet me agjëru deri në fundin e shevalit që është ose 29 ditë ose 30 ditë, varësisht prej hanës. Kjo është do thotë afati i fundit. Pra një muaj kohë. Një muaj kohë, 30 ditë ose 29 ditë. Po, e pat duan e kunutit, është në rregull kjo që e kam mësuar? Po, e shiqova kjo duaja është e njohur në hallet e vjetra gjendet, është në rregull, nuk ka gjë të keqe. Ashtu që kemi përmend edhe në rrethana në takimet më hershme, mënyrat e faljes së namazit të vitrit janë të ndryshme, gjithashtu edhe duaja e kunutit nuk është ka ardhur në transmetime të ndryshme, kështu që inshallah edhe ato që janë mburojnë në muslimanit, edhe ajo që është në ilmihall dhe e kanë mësuar disa, është në rregull dhe nuk ka gjë të keqe. Thot, kur t'i bëj kompenzimin, me qëfar orari, thot, të agjeroj, pra, i bëhet me imsak dhe iftar, pra, me aksham. Po, faktikisht, përcjell takvimin? Nëpërmjet takvimit, pra, shënon aty në takvim kur është koha e imsakut, edhe kur është koha e hyrjes namazit akshamit, edhe në atë formë e bën edhe iftarin edhe sifiri. Trajtimi njëjtë sikur tash, takvimet mund t'i gjeni në aplikacionet ndryshme dhe e përcjell gjithmonë kohën e imsakut dhe të iftarit apo akshamit. Pyetja tjetër thot, kam filluar me lexu Kur'anin, i kam lexuar vetëm 12 faqe shqip sepse ka kaluar në mësimin e shkronjave arabe, është në rregull, mos ka gabun diçka që ka ndërprer këtë lexim. Shumë mirë ka bërë, për arsye se shpresoj që ndoshta në këto 30 ditë të Ramazanit i ka mësuar shkronjat, edhe mundohet tash ngadalë t'i lidhë dhe të mësohet, edhe inshallah fillon, s'po them në Ramazanin e ardhshëm për arsye se edhe 11 muaj janë në dispozicion, po të mundohet ndoshta mujt në tutje me ndonjë mësues qoftë edhe online e kështu me radhë, vazhdoj edhe të forcoj leximin inshallah. Dhe kjo në rregull, nuk ka shumë më në rregull ka bërë që i ka mësuar shkronjat për arsye se pastaj e lexon Kur'anin me gjuhën në cilën ka zbrit. A duhet të kompenzuar së pari ditët borxh, apo pastaj shevalin apo si? Po, kjo është temë diskutabile tek fukahat, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush e agjiron Ramazanin, pastaj ja shton edhe 6 ditë shevalit, i numërohet sikurse të ketë agjiruar tër vitin. Edhe tash de facto gratë të cilat janë në ditët e ciklit dhe nuk kanë mundësi me agjiru 30 ditë të Ramazanit, ato duhet t'i kompenzojnë. Po tash, a është më në rregull t'i kompenzojnë këto ditë, pastaj t'i agjerojnë shevalin, apo t'i agjerojnë shevalin edhe ditët e kompenzimit mund t'i kompenzojnë edhe jashtë shevalit. E saktë është që nëse ka mundësi dhe ka shëndet dhe ka kohë që fillimisht t'i agjeroj shevalin, është më në rregull, pastaj të agjeroj t'i bëj kaza këto ditë, është më në rregull, pastaj edhe nëse arrin me agjeru edhe 6 ditë shevalit, kjo do të ishte më e mira. Mirë po nëse friksohet se nuk ka mundësi dhe ka problem, atëherë themi që kompenzimi i ditëve të pa agjeruara për gruan që natyrshëm s'ka mujt mi agjeru ato ditë, e ka kohën deri në Ramazan në ardhshëm dhe mundet mi shty ato, kurse shevalin mund të agjeroj edhe inshallah futet në kontekstin edhe në kuptimin e fitimit shpërblimit inshallah. Po,
udhëtimi mbi 50 kilometra, a lejohet me prish agjerimin? Ajo çka e dim dhe çka është e qartë tek në mësimet islame dhe çfarë thot Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar është faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Ai nga ju i cili është i smur apo është në udhëtim, atëherë le t'i numëroj ato ditë të cilat nuk i agjeron. Pra, nënkuptohet nga ky ajet i fjala e Zotit Madhërisht që agjerusi i cili është i smur dhe është në udhëtim e ka të lejuar ta prish agjerimin. Dhe nuk ka gjuna. Po. E tash sa është largësia për të fituar epitetin udhëtar, kjo është do thotë temë strajtimi në medhebin Hanefi është 80 kilometra, pra nëse njeri kalon 80 kilometra, atëherë llogaritet se është udhëtar dhe i lejohet me prish. Pra nuk ka gjunah nëse e prish. Mirë po nëse agjeron, atëherë agjerimi i tij është në rregull dhe cila është më e mirë, thonë varësisht cila është më e lehtë për agjerusin, nëse për të nuk është problem agjerimi, atëherë ndoshta më në rregull është të agjeroj se sa ti lej me kompenzu në të ardhmen, ku më di si do të jetë rrethana dhe gjendja e tij, po nëse ka vështirësi në agjerim gjatë udhëtimit, koha e nxehtë, nuk e din ku e zën iftari, ku e zën syfyri, edhe e prish, atëherë edhe kjo është në rregull. Disa nuk e kanë kufizuar me kilometër, po kanë thonë varësisht si është zakoni tek një shoqëri që konsiderohet udhëtim që njeriu përgatitet, merr me veti gjërat elementare dhe merr një udhëtim, pra nuk është sikurse një dalje me shku deri në një vend dhe më kthy brenda ditës, po është një udhëtim që është më i gjatë, atëherë nuk e kanë kufizuar me kilometra. Pra kjo është do thotë trajtimi që e bëjnë. A bën me marrë dije, fetva e tjera nga AI, ChatGPT? Vërtet, kjo është do të thotë një problematik e re që me cilën po ballafaqohemi edhe ne në përgjithësi me pyetje dhe me rrethana. Po i ndrojke meselet hoq, varësisht çysh po i bën pyetje. Ka edhe raste të tilla. Me ardha thotë çësia më e thjesht nëse dojmë me pas parasysh është që ChatGPT-ja është ajo faktikisht një lloj inteligjencë artificiale. Po du me ndërlidh sikur kjo çështja e Google-it, që nëse dojmë me gjetë për një çështje, atëherë e shënojmë dhe ai na jep informacion ku gjendet kjo. Përveç se në ChatGPT është ndoshta dhe nuk ka dyshim që është shumë më e komplikuar dhe shumë më e në fakt edhe këtu nëse i kërkohet mund ta jep burimin e informacionit. Kurse marrja e diturisë nuk ka dyshim që është e lejuar, po me pas rezerva. Edhe ndoshta, siç e përmendi edhe ky shikues, nëse don me ditë tefsirin e një ajeti, atëherë ti të kërkoj prej tij referencë, burimin nga e ka marrë, dhe nëse është prej librave të njohur dhe që janë referencë të kredibile, që janë të njohura, dihen cilat janë libra tefsirit të njohura, atëherë lejohet dhe nuk ka dyshim. Mirë po nëse është një referencë e panjohur, atëherë duhet të ketë kujdes edhe mos ta merr si diçka shumë të saktë apo e vërtetuar 100%. Po ne falenderojmë përzemërsisht për kontributin e dhënë tuaj dhe të gjithë xhallarëve në këtë emision. Edhe unë shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj gjithë stafit që në këto net Ramazanit keni qëndruar dhe keni dhënë edhe ju gjithsesi kontributin e juaj. Ne tash po punojmë për Bajram, sepse po përgatisim një program special për shikuesit tanë. Mashallah, vetëm ju uroj edhe inshallah takohemi edhe në emisionet e ardhshme. Amin. Zoti ju nderoft. Amin edhe juve. Edhe dashur miq, mos harroni nesër do të jemi bashkë për orës 20 në këtë emision përmbyllës, do t'ju mirpresim juve të na tregoni në detaje se si keni kaluar diçka të veçantë dhe interesante gjatë Ramazanit. Deri takimin e nesër, mirëmbëjtje dhe selam aleikum.